librin që unë e quaj një thesar të vërtet. Kur re për herë të parë në kontakt me këtë libër dhe si u ndjeve ti kur... Unë jam rritur me këtë libër, sepse mamaja ime e përdorte në çdo hap, Niki. Ishte kështu si Bibël në shtëpinë tonë. Sepse libri fillon me gramaturat e filxhanit të çajit, e gotës së ujit, ku mami im do gatuante ose do bënte në një kështu. Ti kishte si një simace për gatimet. Sheqeri, mielli, orizi, të gjitha. Edhe kjo ishte gjë shumë e bukur sepse është shkruar e gjitha në bullgarisht. Në gjitha në bullgarisht edhe është e lezetshme sepse këtu anash janë shkronjat dhe ajo sipas këtyre recetave dhe shkronjave shkruante. Këtu të shkronjë dhe aja me recetën A, B, nejsa. Deri jo vetëm ëmbëlsira, po edhe kështu gjellë të ndryshme, do më thonë, ose brumra, por edhe recetat e bukurisë. Që është gjysma e librit, dhe mamaja ime ishte mësuar me ato dhe i praktikonte edhe tek unë, sepse ka një histori shumë të lezetshme gjyshja ime. Gjyshja ime ka pas një shtëpi shumë të bukur në mes të Sofjes dhe katin e parë jepte me qira. Dhe në atë kohë vjen një egyptiane që ishte martuar me një bullgar dhe jetonin atje. Egyptiania ishte shumë e lidhur me recetat e Kleopatrës. Kujdesi për lëkurën, për fytyrën, të cilat ishin, si thuash, transmetuar brez pas brezi dhe kishin ardhur deri tek ajo dhe ajo tashi, kur kishin kohë të lirë me gjyshen time, i merrnin, i provonin tek njëra tjetra, tek fytyrat e njëra tjetrës. Dhe kështu që gjyshja ime, si thuash, e vazhdoi këtë veprimtarinë për kujdesje. Duke i praktikuar dhe duke i shënuar që të mos i haronte. Po, i shënonte dhe... Pra ky libër është sjellë në Shqipëri që në 62-shin të nëna juaj, por imagjino kur është shkruar nga gjyshja ku ka qenë ajo e re. Në luftës dytë botërore, ndoshta ka filluar, po. Edhe shkruante, domethënë tek të gjitha recetat, gjyshja ime thotë që keni kujdesët, domethënë këto do t'i praktikoni sipas llojit të lëkurës. Domethënë, secila nga këto duhet praktikuar, duhet shkojë një herë ke doktorit, të thoshte se çfarë lloj lëkure ke. Të ndryshme të thata, dhe pastaj do përdorje recetat sepse ka pas raste që i kanë përdorur në fytyra të thata për shkakun dhe nuk ka dalë mirë. Ka dalë puça, ka dalë akne, ka dalë siç mundet ndodhi. Dhe ajo i përdorte ke mami im shumë. Mami im dhe shkreta derisa ishte gjallë kishte një lëkurë që ti çuditesh, domethënë, sepse kishte ushqyer, si thua, me mjete popullore. Ndërkohë që kemi parë gjatë kohës që kemi folur edhe foto të gjyshes, të mamit, më bëri përshtypje kujdesi që kishte edhe ndaj flokëve, flokë të shkurtra. Të shkurtra dhe këtu për shembull është me flokë kishte shumë merak flokun permanent të ftohtë. Si e bënte atëherë flokun permanent? Ajo e bënte me birr, siç e di edhe ti, po, dhe kishte ca bigutina shumë të veçanta, të cilat i vendoste dhe pastaj thante. Mirë, po kur erdhen në 91-shin këtu, ju mbaruan kremrat nga Bullgaria dhe u detyrua të bënte krem vet. Tash kremi që bënte vet ajo, ishte shumë i lezetshëm. Që e përdorte në përditshmërinë e saj. Po, që përdorte në përditshmëri. Mama ime ka përdorur shumë Nivean. Mirë, po erdhi një periudhë që nuk ishte në atë periudhën e krizës madhe që dyqanet kishin vetëm komposto, asgjë tjetër, edhe i thotë del mondi dhe kërkon tash sepse ajo kërkoi dhjam deri, qumësht, dhe aromën në ujin e trëndafilit ajo kishte marrë vetë dhe e mbante atje, e ruante, e përdorte me pikatore. Edhe i gjenë mondi dhe jam në derit, i gjenë, shkoj në përfshatra, edhe qumshin, dhe ajo e zjeu në një mënyrë shumë të çuditshme. Nuk e di se sa orë, do me thënë, ndë një mbi kokë, dhe pastaj nga që mos mbante aromën e rëndë të dhjamit, i hodhi pika nga uji trëndafilit. Shumë e çuditshme ishte, dhe ai u bë Niki një krem i vërtet. Me dhjam deri, me qumësh i zakonshëm. Qumësh i zakonshëm, po. Dhe me ujë trëndafil. Ujë trëndafil. Po, ajo, do me thënë, zjerja, procesi ishte shumë i veçantë, se shtonte qumshin, që mos të avulloj, se, do me thënë, kishte atë masën e dur. E përdori në njërë mamaja, ose ju e keni trashëguar, ke provuar vetë? Jo vetëm e përdora, unë, por ne përdora edhe ke goca, lyeja gocën. Ajo i bënte masazh Ramonës, dhe i lyen të gjithë trupin me atë kremin dhe i bënte masazh. Dhe thoshte fëmia ka nevojë shumë për masazh.